Edhe pse flotilja erdhi, edhe pse ata sekuestruan 2-3 anije, edhe pse avionët fillon bombardonin, po diskutojnë, po thoshin, është afër, shumë afër, kemi arrit gati një marrëveshje dhe në fund duhet të çfarë ndodhi. Dhe në këtë rast duke se ai gjë po ndodh, flotilja është rrugës, kërcënimet kanë filluar, pritet që ka për të pas bombardime të brendshme, pas ata nuk se kanë hequr si mundësi bombardimet. Protestat kanë filluar, si filluan dhe në Karakas, që filluan trazirat brenda vendit. Trajti skenar është pak a shumë, është tip skenari operacioni CIA. Me thënë që fillon trazirat brenda vendit, do vi flotilja, do bën kërcënime dhe aty posa kur gjithë kanë duke pritur që do ketë një përballje, do ketë një zbarkim, siç e thash, do ketë me mira kazualitete, njerëz të lënduar të tjerë, aty ne kemi për të çuditur ndoshta nga një operacion super i zhvilluar, që ka përqenë o me bombardimi, o me një lloj vrasje, eliminimi të klerit dhe të qeverisë iraniane, si të thash, ala xhihad, me ndonjë sulm kamikaz për ndonjë opozicioneri të betuar, ose ndoshta vërtet kemi për të pasur një kompromis, por nuk duket e qartë nuk duket, le të themi, në perspektivë kompromisi, pasi kompromisi në këtë rast është disfat. Nëse ti çon flotiljen deri para brigjeve të Iranit, dhe më pasua u arrit një kompromis për çfarë ishte gjithë kjo. Nëse ti kërcënon ditë për ditë, thua ata kanë për të parë ferrin, kanë për të shfarosur totalisht, në më pas të riqesh, atë për çfarë ishte gjithë kjo, për çfarë u desh? Sepse të gjitha janë, sigurisht që thash më parë, të çështje prestigji. Trump e ka bërë qaq, nuk do të rishet kur mbrapa, dhe e ka bërë edhe me Groenlandën aktualisht. Që ne jemi afër një marrëveshje, po ne nuk të rishim nga Groenlanda. Ata kanë bërë të qartë. Amerika Latine, lindja e mesme, Arktiku, flasim në kuadër të Groenlandës dhe arkipelagut kanadez, dhe pak a shumë mbrojtja e të dy kufive të Amerikës nga Kanadaja dhe nga Meksika, flasim stabiliteti ku dhe emigrantëve, drograve të tjerë, janë diçka që ata nuk kanë për të negociuar kur. Aktualisht ata nuk po negociojnë. Përdesë ata kanë marrë veprime agresive në Amerikën Latine, kanë kërcënuar, po kërcënojnë hapur Groenlandën, dhe nuk e kanë hequr mundësinë e përdorimit të forcës. Unë nuk shikoj, të paktën edhe këtu te neve, njerëzit nuk janë më të çuditur. Pra dhe po të ndodhi që ata do të sulmojnë, do bombardojnë Iranin, do bëjnë diçka, nuk është më çudi, sepse kjo është në normalitet tani. Elenus, nga ana tjetër, roli i Turqisë, Emirateve dhe Arabisë Saudite, mendon se po arrin të frenojnë tensionet, apo nga ana tjetër këto vende ndoshta po krijojnë vetëm një dialog të vonuar mes SBA-s dhe Iranit? Tani sigurisht që është e kuptueshme që vendet rajonale asnjëherë nuk dua që gjatë të eskaloj, pasi eskalimi i gjendjes do të thotë edhe kërcënim aktual, pasi shumë të vende janë o në kufi, o ka një ndërlidhje me njëra tjetrën, flasim në anën e detit, në anën ajrore të tjerë, ose janë edhe të lidhura nga faktorët ekonomik, duke qenë alatet të SBA-s, sanksionet kundër SBA-s ose blokada kundër SBA-s mund të impaktojë ekonominë e tyre. Rrja e dollarit mund të impaktojë transaksionet të tjerë. Pra nuk është diçka jashtëzakonshme. Plus ne dimë që Arabia Saudite të paktën në Turqia janë alatet më të ngushta të SBA-s në lidhjen e mesme. Në të vetmet vende që nuk kanë pusuar probleme, flasim në kuadër të revolucioneve që kanë ndodhur në lidhjen e mesme, flasim në kuadër të le të themi konflikteve të armatuara që kanë ndodhur në lidhjen e mesme, dhe që kanë pasur dhe kanë mbrojtjen e SBA-s dhe NATO-s. Sidomos flasim e përmenda Arabia Saudite dhe Turqia. Turqia vend anëtar i NATO-s dhe Arabia Saudite një nga vendet alate dhe partnerë strategjike të SBA-s në lidhjen e mesme. Aktualisht më strategjik SBA-s në lidhjen e mesme. Sigurisht ato kanë provuar të iniciojnë dialog, siç kanë provuar gjithashtu të iniciojnë dialogun edhe midis Rusisë dhe Ukrainës, që ka pasur në mbështetjen e SBA-s. Siç e dim, javën e kaluar që u hodh faza e parë e diskutimeve në vendet arabe. Një dialog tripalësh, ku ishin arabët, ishin amerikanët, edhe rusët dhe ukrainësit, për të parë të pa ndarë në dua, për një takim trilateral që quhet.
Duke se ata po kërkojnë të një që të bëjë dhe me SBA-n, në këtë rast është edhe Izraeli përfshirë sigurisht, që mund të jetë një takim trilateral midis Iranit, Izraelit dhe SBA-s, por dhe tani, siç kemi përmendur, gjendja nuk duket pozitive për shkak edhe të faktit të eskalimit të gjuhës, të protestave, presionit të madh që po bën nga të dyja krahët. Ne dimë që lobi izraelit, për shembull, një lob aktualisht të pushtet pro luftës, ka një impakt të madh në politikat amerikane. Ndonjëherë dhe decisiv. Dhe sot lobi izraelit, ose le të themi qeveria izraelit e Benjamin Netanyahu, pavarësisht krimeve kundër njerëzimit, genocidit që ata po kryejnë në Gaza, vjen akoma të pompoj atë që ne kemi propagandën e luftës, frymën e luftës dhe agresivitetit, dhe të armiqësimit midis SBA-s dhe Iranit. Dhe kjo duke se pak a shumë ka arritur të hedhë rëj në Amerikë. Ku sot ne e dim, media amerikane nëse thjesht mund të hapet, do shikohet që e portretizon Iranin si theri në tokë, së bashku me vendet të tjera si Korea e Veriut dhe të tjerë, dhe që janë Amerikët të betuara deri në vdekjet të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, dhe vetë brenda vendit fryma është e tillë. Media është e tillë dhe forcat e jashtme të lobimit janë të tilla. Kështu që duke e parë Turqinë në këtë mes pra si një negociatore kyçe mes SBA-s dhe Iranit, mendon se tashmë është duke marrë këtë rol dhe duke sfiduar rolin tradicional të Bashkimit Evropian dhe Rusisë nga ana tjetër? Fillimisht mbi Rusinë. Rusia ka hequr dorë nga shumë impaktet të saj globale aktualisht, nëse do të shikohet. Në Amerikën Latine, flasim në Venezuelë, ndërhyrja ruse ishte thjesht diçka në hije dhe e papërfillshme në vetvete. Njëkohësisht në vendjet e Kaukazit, sferën post-sovjetike, ne dimë marrëveshja që u shkruan disa ministra të Azerbajxhanit në Washington, takimi midis 5 liderëve të vendeve të Azisë Centrale dhe presidentit Trump për të tretin dhe katërtim vit radhëzi, me tavlitet amerikane të qeverisë, me takimit të qeverisë amerikane dhe vendeve të Azisë Centrale, rritjen e independencës së shumë vendeve post-sovjetike në Kaukaz, Azinë Centrale, Balltike të tjerë kundrejt Moskës, për shkak të faktit se Rusia tani është e gjitha fokusuar krejtësisht në Ukrainë. Nuk se ka interes që të hapet shumë, pasi edhe nuk mund të hapet shumë. Gjithë kapaciteti ushtarak rus, po thoj se 80% është i përqendruar në Ukrainë. Marrëdhëniet e Rusisë ekonomike janë gjitha në Kinën, Indinë, Vietnamin të tjerë, nuk se ka diçka që ata kanë me Iranin, sigurisht, kanë ofruar javën e kaluar rolin e tyre si negociator, si vend neutral për bisedime, por shumë ekspert edhe brenda Rusisë shikojnë që Rusia nuk ka për të ndërhyrë në rastin e eskalimit të konfliktit me SBA-n, pasi vetë Rusia nuk do që të kalojnë atë, do të arrijë atë lloj faze. Pasi ne dimë që sot i vetmi vend që propozon ose po shtyn shumë dialog me Rusinë për t'i dhënë fund, për ta dhënë një marrëveshje në konfliktin e armatosur në Ukrainë, është vetëm SBA-i. Edhe Kina. Po Kina është, ne dimë që Kina është një shtet specifik dhe që luan sipas interesit. India gjithashtu, ndërsa SBA-ja është i vetmi vend sot që po lobon jashtëzakonisht për përfundimin e konfliktit. Ndërsa Bashkimi Evropian jo. Dhe ne dimë që Bashkimi Evropian për shumë sot e ka humbur krejtësisht rolin e saj si një, le të themi, organizat me zë të fuqishëm në botë. Pasi kriza e migrantëve, kriza ekonomike që erdhi nga sanksionet dhe që po vjen nga sanksionet antiruse, kriza e industrisë dhe bizneseve të vogla, sidomos në Gjermani dhe Francë, rënja e kompetitivitetit evropian për shkak të sanksioneve, bullurimet e energjisë ruse, konfliktet e brendshme, ngërçi politik e të tjerë e kanë eliminuar Bashkimi Evropian nuk është më si organizat, diçka që para 6 ose 7 vitesh, që ishte me emër dhe që kishte fjalën e saj ose zërin e saj me të respektuar në botë. Sot po të shikohet 5 vendet më të fuqishme ose më vedimarse në politikat botërore, ne kemi Kinën, Indinë,
SBA-n, Rusinë, dhe ndonjëherë përmendet Brazili ose vende të këtij lloji, me thënë vende të botë të jugut polaq quhet. Por Bashkimi Evropian nuk është më. Sa për Turqinë. Turqia është nga ato vende që ne quhet kryesisht në diplomaci buffer zone ose vend jastëk, dhe që luan sot rolin që luan dhe Hungaria në Evropë. Pra një vend që është pjesë e NATO-s, por ka marrëdhënie shumë të mira me lindje, flasim përgjithësisht me Rusinë, në vende turkike, në Kaukaz, Azinë qendrore, me Kinën, pavarësisht problemit që ata patën me turqit ugur, ata kanë vijuar bashkëpunimin, kanë vijuar thellimin e marrëdhënieve, sidomos me iniciativën Një Brez Një Rrugë, edhe me vendet arabe sigurisht, për shkak se Turqia është një vend musliman dhe një qeveri konservatore të Erdoganit që promovon vlerat islamike. E qartë. Dhe si e tillë, ashtu si Turqia ka arritur në akordet e Stambollit, diskutimet e Stambollit midis Rusisë dhe Ukrainës, duke se mund të arrijë sërish të promovojë të jetë një rol në diskutimin midis Iranit